Çeliku, faleminderit që je me ne në Gogo.al sot për të folur për sa gjëra me rëndësi që keni bërë. Faleminderit. E vlerësoj ftesën dhe e lumtur që jam me ju. Kungull Kungull? është një startup, na tregon, na rrëfes se si ju ka lindur ideja të bëni një gjë kaq me vlerë për faktin se ne si shoqëri, me thënë të drejtën, e kemi humbur orientimin lidhur me produktet e mira që duhet të blejmë, qoftë ushqimore, po dhe me ato produktet me këto pudrat, kremrat që kemi vënë fytyrës sot. Kungull ka lindur nga një eksperiencë personale. Unë jam bashkë themeluese bashkë me Erblina Shehun. Unë jam kimiste në profesion, jam profesore në universitet. Ndërkohë Erblina, eksperjenca e saj personale ka qenë me djalin e sapo lindur, me një lëkurë atopike, për të cilën ju është dashur të hulumtoj shumë. Çfarë po i ndodh, çfarë duhet bëj? Cilat duhet ishin zgjedhjet e saj për ta përmirësuar dhe për ta mbështetur në rritjen e tij sa më të shëndetshme. Ndërkohë që unë si kimiste, si profesioniste, kam qenë gjithmonë e kujdesshme në analizimin, në leximin e të gjithë etiketave, përbërës pas përbërësi, për të vendosur për produktet e kujdesit personal. Pavarësisht profesionit tim, kjo gjë merr kohë, merr hulumtim, dhe të gjitha mikeshat që më shkruani në mënyrë të vazhdueshme, Entela më sugjeroi një produkt, më ndihmoi me përbërësit e kësaj, çfarë duhet të bëj. Dhe bashkimi me Erblinën për të njëjtat vlera dhe për të njëjtën mision ishte për ta mundësuar këtë gjë jo vetëm për veten tonë, por për të gjithë njerëzit. Aplikacioni është falas, është kungull, shkarkohet lehtësisht dhe përdoret. Emri çfarë kuptimi ka? Se më ka bërë përshtypje emri i aplikacionit dhe startupit, po. Emri kungull ka ardhur nga një bisedë gjatë mes miq dhe simbolizon pastërtinë, pak kalori dhe si një produkt i sigurt. Dhe është tërheqës për një aplikacion. Kjo ishte vendimarrja dhe për emërtimin. Aplikacioni është falas dhe kjo vjen me shumë sakrifica personale, por ne jemi krenar për impaktin dhe për edukimin që bëjmë në këtë pjesë. Nëpërmjet skanimit të barkodeve, të cilat janë unike për çdo produkt të kujdesit personal, pra të kozmetikës, ne analizojmë çdo përbërës dhe t'japim një vlerësim nga 1 deri në 10. Ku vlerësimi 10 është një produkt i sigurt, 8 deri në 10 është ajo që ne e quajmë vlerësim i sigurt ose i gjelbër. Ndërkohë 1 deri në 3 janë produkte për tu evituar totalisht dhe më pas kemi produktet e rrezikut të mesëm. Pra në qoftë se unë do shkoj të blej një kundërdjers në një supermarket ose në një farmaci, nuk ka rëndësi. Apo ka rëndësi, mbase ka rëndësi dhe kjo pjesë, se ku blihet, por dua ta komentoj situatën e tregut shqiptar, është diçka që kam përshtypjen më shumë kaotike. Dua të mendoj që jemi në shtetin e të drejtës të ligjit, kur ligjet veprojnë dhe autenticiteti i produkteve dhe siguria. Unë si njohëse e aplikacionit tuaj, skanoj etiketën, e dërgoj për një herë në tek ju dhe ju më jepni një përgjigje nëse unë do ta ble apo jo. Kështu funksionon. Po, çdo produkt ka një barkod unik, si një detyrim ligjor, dhe ai barkodi është unik. Këto ndodhen në databazën tonë, është një punë bletësh ose milingonash që ne e kemi bërë në kohë, ku kemi shtuar më shumë se 400.000 produkte të kujdesit personal, dhe databaza jone e njeh automatikisht si barkod dhe ju jep juve një detajim të gjithë përbërësve që ndodhet aty dhe vlerësimin. Dhe nuk është se ne përbërësit i vlerësojmë se unë dua kështu apo unë e mendoj e gjykoj në këtë mënyrë. Ne zaurojmë gjithë literaturën shkencore për secilin përbërës dhe ju japim juve një përshkrim të kuptueshëm nga ana juaj për profilin që ju ke. Absolutisht, jo. Çdo gjë është e arritshme dhe e kuptueshme me fjalë dhe një narrative të kuptueshme nga çdo përdorues pavarësisht profesionit. Dhe ne kemi referenca shkencore për çdo fjalë që ne shkruajmë aty, pra nuk është vetëm opinioni jon apo mendimi jon. Dhe rezulton që produkti mund të jetë i sigurt, jo i sigurt ose me një rrezik të shtuar. Ajo që ne duam është që përdoruesi të marrë vendime të informuara. Ne nuk imponojmë që këtë produkt kurse si mos e merr apo çfarë do tjetër. Por duam që përdoruesi të ketë informacionin në një kohë ku informacioni është boom, që është e vërteta, ka dhe një kaos ku njerëzit e kanë të vështirë edhe ta filtrojnë edhe të marrin vendime bazuar në të. Skanimi realizohet në 1 sekondë dhe ju merrni vlerësimin për produktin dhe gjykoni nëse do e merrni apo jo. Pikërisht, ju më jepni një rezultat dhe thoni që ky produkt është në këtë nivel, të sigurisë apo të shëndetit apo të atyre elementeve që ju konsideroni,
Dhe pastaj jam unë që vendos, sigurisht se unë jam blerësi. Endela, ne kemi pasur para disa javësh profesoresh Valbona Alikon, e cila është eksperte edhe lidhur me plastikën, dhe e gjithë ideja e bërjes së një bisede të tillë lindi nga një dokumentar në Netflix ku një shkencëtare amerikane kishte ndjekur 3 çifte të cilët nuk lindnin dot fëmijë, por s'kishin ndonjë arsye kuptim plot që mjekët ja u kishin gjetur sepse nuk lindnin dot, dhe fakti që kishin reduktuar plastikën në jetën e tyre bëri që ata të bëheshin me fëmijë. Pra, ndonjëherë ne neglizhojmë aspektet të përditshmërisë të atyre zakoneve tona, të cilat edhe mund na dëmtojnë. Për shembull, llaku i flokëve, nuk e di se si e quani ju teknikisht në gjuhën tuaj, falatet apo çfarë mund të ketë, ose lexova këto recetat, faturat. Faturat që na japin ne pasi blejmë, të cilat janë të. Dhe ti thua, prit një herë, çfarë jemi duke i bërë shëndetit, dhe prandaj jemi shumë të interesuar, sidomos në raport edhe me korreksin, edhe me kontratën që kemi me publikun dhe audiencën ton, për të sjellë zëra ekspertësh si zëri yt, minimalisht në informacionin që u japim, se patjetër është audienca, është konsumatori pasaj që zgjedh nëse do ta përdori këtë gjë apo nuk do ta përdori dhe si do ta përdori. Absolutisht. Atëherë Kungul, përveç se është një aplikacion, është një platformë mirëqenie ku ne publikojmë, të shkruar nga unë dhe nga kolegë ekspert të fushës, publikojmë artikuj të ndryshëm mbi temat e wellness, qoftë nga përbërësit, qoftë nga mënyrat dhe zakonet e mira të ushqyerjes apo trendet që mund të ekzistojnë. Sot dhe ne bëjmë këtë lloj informimi nëpërmjet platformës sonë. Një gjë që e përsëris dhe që nuk do doja të bija në atë grack është që kurse si nuk duaj që informacioni nga Kungul apo nga unë të vi me frikë, me panik, ose bëj këtë sepse kjo të vret, nuk do doja kurse si. Dhe e them shpesh këtë gjë, nëse ky informacion në mënyrë shumë elegante dhe shumë të kujdesshme, se kam parë disa nga videot tuaja dhe po. Dhe këtë u them edhe miqve të mi që nëse ndodh kjo gjë, ju lutem më thoni edhe ky ekran duhet fiket, sepse kurse si nuk dua të ketë panik, por mirë informimi është fuqi, dhe nëse është hapësira për të përmirësuar, dhe kur po flasim për zgjedhjet tona, e kuptoj që ndikimi jon, dikush do thojë që shiko, planeti nuk është më ai që ka qenë, toka nuk është më ajo që ka qenë, sepse ushqimet po prodhohen në mënyrë tjetër, bujësia nuk është më në një bujësi organike, por është në një bujësi masive, dhe ka shumë diskutim në këtë mes, por prapë edhe aty janë zgjedhjet tona. Unë ndodhem Shtetet e Bashkuara, unë mbështes prodhimin organik, qoftë edhe pse është me një çmim më të lartë. Mendoj që zgjedhjet e mia për dalë tek ajo që sa impakt kanë zgjedhjet tona dhe sa kemi ne në dorë për ta bërë edhe këtë planet një vend më të mirë. Me zgjedhjen që bëj për produkte organike apo nga ferma të vogla, mendoj që kontribuoj që kjo bujësi të zhvillohet më shumë. Patjetër. Pra janë para që do investohen dhe unë e quaj një kontribut shumë të mirë në këtë drejtim. Dhe ekspozimi që ne kemi sot, qoftë nga produktet ushqimore, të cilat kemi hapësira për të zgjedhur dhe për t'i bërë më mirë, por edhe në kozmetik. Ne lidhem shpesh një produkt që ka një çmim më të lartë, ka dhe një cilësi më të mirë, ky është një mit që ka rënë. Ne e dim se nuk është gjithmonë kështu, ëh? Jo, nuk është asnjëherë gjithmonë kështu. Ne kemi marrë një shembull në rrjetet tona sociale të një produkti që është shumë popullor dhe luxury dhe me një çmim thjesht një krem mbi 300 euro, dhe një ndër përbërësit kryesor të tij është vaji nga nafta apo parafina. Dhe është jo vetëm një përbërës shumë i lirë që nuk e justifikon atë lloj çmimi, por nga ana tjetër është një përbërës aq i diskutueshëm. Janë produkte të naftës të cilat normalisht do duhet të azgjësoheshin, por industria për përfitimet e tyre i ka vendosur edhe në kozmetik, dhe janë jo vetëm në kozmetik, janë në ushqime, për shembull ju keni dëgjuar për ngjyruesit sintetik që ndodhen kryesisht në sneket dhe janë ato ngjyrues sintetik të cilët në përbërjen e tyre kanë nën produkte të naftës, dhe kjo tingëllon e çuditshme. E në fakt, duke qenë që ne kemi ndërmarrë këtë mision, minimalisht i ofrojmë audiencës son
një informacion të certifikuar nga ekspertët, si që jeni ju në këtë rast që jeni kimiste, nuk e ke idenë se çfarë bëhet aty me komentet. Do me thënë, sigurisht se këtu futet edhe qëllimi i bizneseve në mes, tani të mos largohemi pak nga startupi, sepse duam ta eksplorojmë pak të iden, ju e thatë pak a shumë se si lindi ideja edhe për shkak të profesionit që ju keni, devocionit që keni pasur, por nga ana tjetër unë dua të di se sa e lehtë që e për të krijuar këtë startup, se sa e lehtë që e për të bërë pjesë të stafit tuaj të tjerë njerëz, se sa u mbështetët ju nga institucionet shqiptare. Dhe natyrisht tu qëllimi i fshehur i kësaj pyetje është që të motivojmë ata të rinj që mund të kenë ide, mund të kenë ambicie, mund të kenë dëshira. Pse jo të bëjnë gjëra të mira për këtë shoqërinë tonë? Për të kthyer te startupi, ne jemi krenar të pa sponsorizuar dhe të pa ndikuar qoftë nga industria kozmetike, ajo ushqimore për të na diktuar edhe narrativën edhe mënyrën. Kjo ka ardhur me sakrifica personale, por ne jemi krenar për ta bërë këtë gjë dhe ne nuk jemi vetëm, janë gjithë përdoruesit që mbështesin ndjekin dhe ky është inkurajimi më i mirë. Startupi është krijuar nga dy themelueset me një ekip i cili është shtuar në vazhdim. Nga dita në ditë kam përshtypjen. Nga dita në ditë dhe ne jemi krenar dhe të lumtur që ekipi pavarësisht se ka dhe në nacionalitete të ndryshme, por ndodhet edhe në vende të ndryshme, apo edhe kontinente të ndryshme, dhe funksionon më së miri me takimet javore, me detyrat që ne vendosim për secilin. Fatmirësisht, ne kemi patur dhe për çdo të ri i cili ka një ide inovatore, i cili ka një ide që do ta sjellë në jetë, mbështetje ose mënyra të mbështetjes ekzistojnë. Ne jemi mbështetur nga Startup Agency me një fond vitin e kaluar. Pra agjencia shtetërore që kemi këtu, po. Agjencia shtetërore startupeve që quhet, po. Shtetërore startupeve. Dhe kjo ka qenë një mbështetje e mirë, të them të drejtën, për të rezistuar, për të qenë të pandikueshëm nga industria kozmetike, e cila më besoni për çdo kënd tjetër do ishte të ndim, të shitej, dhe është një term në biznes kjo gjë. Po pikërisht. Apo për të holluar në aksione dhe për të pikërisht, ose për të influencuar nga interesa të caktuara, po a është mjaftueshëm kjo ndihmë dhe si keni ndërmend ju që ta nuk po them ta monetizoni, por të gjeneroni të ardhura për të mbajtur veten, sepse duhet mbajtur, duhet mbështetur në mënyrë që të japi dhe më të mirën edhe për të bërë më mirë. Mënyra se si Kungul është zhvilluar, ndryshe nga planet tona, ka ardhur si nevojë dhe si sugjerim i përdoruesve. Ne kemi mira përdorues, mbi 10.000 përdorues, të cilët me feedbackun e tyre ishin aplikacioni është wow, kam mësuar gjëra që nuk i dija. Por çfarë duhet bëj unë? Skanova një produkt, 2 produkte, mora dhe një dyqan tjetër me radhë. Më jepni alternativa të sigurta, nga të cilat unë mund të zgjedh. Se çfarë më duhet. Kjo gjë jo vetëm do më kursej kohën, por do jetë edhe shumë efektive dhe personalizuar për nevojat që unë kam. Ndaj Kungul zhvilloi marketplace që është Kungul Approved, ku janë të listuara, vlen për Shqipërinë sigurisht, ku janë të listuara vetëm produkte të cilat kalojnë atë sigurinë tonë apo vlerësimin tonë 8 deri në 10, pra produkte të vlerësuara të gjelbra, nga brende të ndryshme, absolutisht vetëm me distributor zyrtar që operojnë në Shqipëri. Është dashur shumë punë bindse, shpjeguese, shtëruese në shpjegim për brendet ose për markat e ndryshme. Për të thënë që ne nuk bazohemi në emrin e brendit, cili do qoftë ai. Po. Se ndonjëherë emri të merr në qafë, me thënë drejtën. Siç e thatë dhe ju, që çmimi asnjëherë nuk ka raste që nuk e justifikon për cilësinë. Absolutisht. Ndoshta nga që unë jam e fushës, por asnjëherë nuk kam qenë diktuar nga brendi apo nga reputacioni përgjithshëm apo ai marketingu. Po Indila, mbaj mend që ishe duke thënë se jam shumë kurioze vetëm për një pikë. Se ti thej që ti e shikoj gjithmonë etiketën, ishe e kujdesshme. Tani ne, se kam vërej që në përgjithësi ne në Shqipëri nuk i shohim etiketat, apo
Ne i shikojmë etiketat, ajo që unë shikoj nuk është etiketa para, por etiketa pas. Pse pas ka Ndërkohë dy të etiketa? tjerët në kuptimin që pjesa para është pjesa e marketingut, të cilat Po, vjen atë shohim atë. të cilat vjen me markën, të vjen me premtime, fuqibërse. Unë kam fjalën për etiketën pas, pra e shohim ne dhe pse nuk e shohim ashtu siç duhet ta shohim, me thënë konsumatori drejtën. ndalon tek pjesa para, tek ana e parë e medaljes. Dhe pjesa ku janë të listuar gjithë përbërësit është konfuzion i cili as nuk arrin ta lexoj, jo më ta interpretoj dhe ta kuptoj. Kështu që këtë bën aplikacioni, por nga ana tjetër ne kemi marrë edhe shumë feedback nga përdoruesit i cili thotë, "Entela, ky është një krem bimor." Edhe përbërësit i ka bimor, pse ku ngule vlerëson me një vlerësim të ulët, qoftë 7 ose edhe më të ulët, edhe pse përbërësit janë bimor. Ja shpjegoni pse? Sigurisht që po, dhe ne për secilin përbërës japim shpjegimin sepse është i vlerësuar në këtë mënyrë. Por miti që bimore është e sigurt, besoj që ka rënë dhe duhet të bjeri. Ashtu? Mua sa më thua bimore them po, është e mirë. E kuptoj. Pëlqen dhe fjalën bioorganike dhe kjo është term marketing ose sa term shkencor edhe i vërtet. Atëherë, ne sot po zhvillojmë lëkura shumë më shumë të ndjeshme, edhe pse kemi qenë të kujdesshme me kremra, me formulime bimore, shumë vajza i kanë pasur për herë zgjedhje, një krem artizanal bimor. Dhe përdorimi i vajrave esencial, sepse është bimore, është anti-rruz, ka këto efekte kështu me radhë. Nga ana tjetër, ne i kemi bërë lëkurat tona shumë sensitive, shumë të ndjeshme, sensitive ndaj diellit, ndaj temperaturave, lëkura më shumë të skuqura sepse janë përbërës potencial alergen. Dhe ekspozimi në një kohë të gjatë e dëmton atë barrierën e lëkurës. Lëkura është një organ. Shumë njerëz thonë që Entela, këto që ju flisni nuk kanë kuptim, sepse lëkura është barrierë e cila nuk lejon depërtimin e gjithë këtyre përbërësve në organizmin ton, akumulimin e tyre, ajo që ne themi, domethënë që përbërësit akumulohen në organe dhe nuk akumulohen aty ku ne mendojmë, po aty ku duan ata. Dhe zakonisht janë organet më jetike. Ndaj ne cilësojmë çdo përbërës, qoftë edhe bimor, nëse ai është një potencial alergen dhe këtë gjë e cilësojmë. Dhe për lëkurat të cilat tashmë janë sensitive apo të ndjeshme, ne nuk e këshillojmë përdorimin e shumë bioaktivëve nga natyra. Ne këshillojmë përdorimin e formulimeve të cilat kanë më pak përbërës bioaktiv dhe janë më të qëndrueshme në kohë dhe të sigurta. Kështu që ky është një koncept që njerëzit e kanë të ri, por nga ana tjetër për ta jep shumë shpjegim me gjendjen e tyre që po zhvillojnë lëkura të ndjeshme dhe problematika të tjera. Ose aspektet problemet të alergjive të ndryshme. Pikërisht, një ekspozim kaq i gjatë. Ne kemi edhe shumë komente të cilat vijnë gati me urrejtja që këto që thoni nuk kanë sens, sepse asgjë nuk na ndodh, unë kam përdorur këtë produkt që kur kam qenë e vogël dhe nuk më ka gjetur asgjë. Çështja është që ne njerëzit jemi të ndryshëm. Dhe unë kurse nuk them që nëse e përdor këtë do ndodhi gjë ma nesër apo pas nesër, por ne duam jetën jo vetëm të gjatë, po e duam edhe me cilësi. Dhe shumë njerëz ankohen që se kam një gjë që s'di nga më vjen e kështu me radhë. Këto nuk vijnë nga planetet tjera, sigurisht. Është gjithë ky ekspozimi që ne kemi. Çpërditshmëria jonë dhe për të kthyer te plastika dhe të gjitha gjërat, fertiliteti, aktiviteti i spermatozoidëve tek meshkujt, janë të gjithë faktorë që kontribuojnë. Nëse ne kemi mundësinë për të bërë zgjedhje më të mira, për të rregulluar stilin ton të jetesës, mendoj që ja vlen një herë dhe asnjëherë nuk është vonë për ta bërë këtë gjë. Do t'i rikthehemi produkteve sërish, e sa duhet të jemi të kujdesshëm pikërisht për këto gjërat e përditshme që ne i drejtohemi dyqaneve për t'i blerë dhe për t'i konsumuar në jetën tonë, por të qëndrojmë edhe pak tek startupi juaj, sepse nise të shpjegoje se si ju dëshironi që të depërtoni më tej me një lloj orientimi te audienca, përveç se skanimit, po themi kjo meriton nivelin kaq apo aq, po ndërkohë se si ta bëni dhe të qëndrueshëm startupin, se një nga shqetësimet kryesore kjo është.
që ti fare let mund të kesh një ide, fillon e hedh në treg, e teston, çështja është për ta mbajtur pastaj edhe për Absolutisht. Dhe monetizimi është ndërkombëtarizimin e esencial. kuptuam që kërkoni të kapni tregje të tjera ku jeni saktësisht Ne përveç jemi se në çdo vend të botës, në çdo cep, dhe kemi përdorues nga vende nga më ku çuditshme keni më shumë përdorues? Ne kemi shumë përdorues në Shqipëri sigurisht, por ne kemi shumë përdorues në Shtetet e Bashkuara, në Bashkimin Evropian, Gjermani, Francë, të cilët nuk janë vetëm shqiptarë, se nisemi nga idenë që okay, mund të jenë shqiptarë të diasporës që kanë dëgjuar dhe shkarkojnë, por jo, ne kemi reviews dhe emaile që na vijnë nga njerëz me nacionalitete të ndryshme. Kungul Approved është mënyra se si ne po monetizojmë në këto momente. Ne duam të mendojmë që përveç aplikacionit, i cili sigurisht është edhe me inteligjencë artificiale, nga pas ka njerëz real, dhe nëse flasim për përmbajtjen shkencore, jam unë njeriu real i cili do të analizoj çdo fjalë që është shkruar aty dhe çdo vendim. Dhe nëse ne për një përbërës në bazë literaturës kemi gjykuar që ky do të jetë një potencial alergene, kemi cilësuar të verdh, jo shumë me rrezik të lartë, nëse studimet në kohë tregojnë diçka tjetër, sepse shkenca është diçka që evolon, atë çfarë thot para 10 vitesh statistikat dhe kërkimi e hedhin poshtë dhe dalin në konkluzione të tjera. Pra ne bëjmë update, referojmë gjithë ndryshimet dhe nuk e kemi të vështirë të themi që po, kjo ka ndryshuar. Sepse ky studime ka thënë tashmë në këtë pra nuk shndrojmë në atë që kemi thënë që është e pandryshueshme, absolutisht. Ne referohemi në më të fundit studime për të bërë një përditësim ashtu siç duhet të produkteve dhe të përbërësve. Ajo që ne jemi shumë krenar është që industria kozmetike kryesisht është duke reaguar. Dhe sa të lidhur jemi ne shqiptarët me kozmetikën? Dhe shiko, dhe me të bukurën të lidhur me këto elementet shtese, okay, të bukurën e do kushdo. Është dielli, janë shumë faktorë që ne jemi kaq të lidhur dhe jemi natyra të tilla. Kjo është e vërtet. Ajo që po thoja është që industria kozmetike është duke u vendosur në presion. Nga ne, nga njerëzit të cilët janë të fuqizuar nga informacioni, të cilët janë duke bojkotuar produkte, dhe unë dua të marr atë shembullin e vaj të bebeve. Dhe të gjithë ne mendojmë si produkti më i sigurt, vaj bebesh, absolutisht. Nëse kthejnë atë anën tjetër të medaljes, kur është lista e përbërësve, përbërësi kryesor është vaj nga nafta, liquidium parafinium. Dhe aty thua, po bebet dhe nafta, pse? Pavarësisht se industria premton dhe gjykon se ai vaj është i pastruar, komponimet volatile organike të dëmshme, unë si kimiste e di shumë mirë proceset e pastrimit, kjo është e pamundur. Ato gjithmonë do të kenë traces apo gjurmë të atyre elementve. Dhe njerëzit duke marrë këto informacion, pra asnjëherë nuk e kanë pasur kuriozitetin, është vaj bebe, është vaj bebe për përdorim për bebe. Tani që marrin vesh këtë, e kanë bojkotuar. Dhe nëse do marrë shembullin e Johnson, ai ka ndryshuar formulimet e tyre. Nuk ka më vaj formulimet kimike, pra, në mënyrën se si shumë nga produktet e tij nuk e përmbajnë më këtë përbërës, por e kanë zvendësuar me vajra të tjerë. Po, sepse në momentin që shitjet e tyre, ndaj them që vendimarrja jonë është më e fuqishme se sa ne mendojmë. Sikur të arrim në këtë nivel, flas për Shqipërinë, se bota më duket pak më... Nëse do e duam veten, do duhet ta bëjmë. Mos ta mendojmë aq globalisht, po ta mendojmë qoftë edhe me egoizmin e interesit ton personal. Pra industria është duke ndryshuar, dhe po flasim për një industri triliona dollar, e cila duhet të bëjë më mirë në kërkim shkencor, në përditësim dhe në përmirësim. Në shumë formulime, përbërësit që gjenden aty nuk i shërbejnë konsumatorit, por i shërbejnë prodhuesit për një gjatësi në ato raftet më të lartë, si agent shtues ose shtes për të bërë volumin edhe kosto më të ulta, ndaj konsumatori është duke i kuptuar këto më shumë dhe po bën pyetjet e duhura dhe po i bojkoton apo saboton si produkte, dhe kjo industri po formatohet.
Prap nëse marr rastin e pudrës së bebeve, e cila nuk përdoret vetëm për bebet, përdoret qoftë nga vajzat në kohë vape apo Për për arsye djersitje të dhe gjëra të ndryshme. tilla, po. Atëherë edhe në zonat intime, femrat i kanë përdorur, madje ka pasur një gjyq i cili ka përfunduar me dëm shpërblim nga ana e Johnson në miliona dollar të shumë përdoruesve, kryesisht femra, të cilët kanë marrë dëm shpërblim pasi kanë zhvilluar kancer ovarian. Dhe Johnson ka ndryshuar formulimin e tij, nuk përmban më talku ka qenë përbërësi problematik, i cili talku vjen nga natyra, sepse kjo është pjesa që vjen nga minierat. Por gjithmonë, sepse natyra nuk i ndan këto gjëra, vjen i kontaminuar me azbest. Azbesti është shpërbërësi i cili është kancerogen. Dhe Johnson e ka zvendësuar këtë gjë me nisështen me amidonin e misrit. Dhe bebet sigurisht janë më të sigurta, po ashtu dhe gjithë përdoruesit e tjerë. Dhe kjo erdhi nga fuqia e ndikimit, por edhe statistikat që femrat ishin duke po më tregon dhe unë tani po mendoj Po. si mund bëj unë këtu investigime bashkë me stafin, se është pafund kjo fush që mund të lumtojmë edhe praktikisht të dalim te kjo ideja e mirë informimit, edhe që ne si publik dhe ne si konsumator kemi të drejtë të dim të vërtetën. Pastaj sigurisht është zgjedhja gjithsekujt kur e di që çfarë efektesh bën ky produkt apo çfarë efektesh bën ky tjetri. Po të kalojmë pak Entela tek, nuk e di për startupin, diçka tjetër që ti ke merak që dëshiron ta thuash, ndoshta edhe një mesazh motivues mbase për të rinjt. Për të rinjt shqiptar apo për shqiptarët në diasporë apo kudo që po na dëgjojnë. Si pjesë e akademisë dhe duke qenë në kontakt me të rinj gjithmonë, inkurajimi është ai që e bën diferencën në një ide. Nëse ideja është sigurisht që duhet zhvilluar, fuqia e idesë janë njerëzit. Janë njerëzit që realizojnë këtë gjë. Ne në supersticionin shqiptar kemi atë mbaj idem për vete, mos e ndaj sepse ta marrin, ta vjedhin, e bëjnë të tjerët. Unë gjithmonë kam një parimin tim, idet janë aty, diferenca është njerëzit që i çojnë përpara dhe i bëjnë këto. Ndaj do doja që të rinjt të ishin kurioz, do doja që të sfidonin realitetin dhe veten e tyre, të sfidojnë edhe informacionin që unë i jap, të bëjnë kërkimin e tyre. Një gjë që me studentët e mi ndaj shpesh, nëse flasim për shembull për vajrat vegetal, literatura akademike, të cilën unë duhet ta citoj, thotë që janë vajra të sigurt, vajra të procesuar absolutisht farave të lule diellit për shembull, dhe vajra të cilët mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zakonisht vijnë me një shenjë zemre në atë marketingun, e njëjta gjë dhe margarina, e cila bëhet nga vajrat e farave apo vajrat vegetal. Dhe studentët këtë gjë e dëgjojnë nga unë, e lexojnë në literaturë, nga ana tjetër i them, u lumtoni për këtë që ju thash unë. Kini skepticizmin ose ta sfidoni informacionin që unë ju jap. Merrni artikuj shkencor dhe në vitet e para jam unë që ju siguroj këtë gjë. Merrni artikuj shkencor, shikoni përbërësit dhe gjithë procesin e prodhimit të vajrave të procesuar të lule diellit e kështu me radhë. Dhe shikoni cilët janë përbërësit e tyre, çfarë këto janë përbërësit. Okej, marrim një artikull tjetër, cilët janë efektet e këtyre përbërësve, si linoleik e kështu me radhë. Dhe shohin që është një proinflamator. Dhe proinflamacioni nuk shkon me evitimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Është një ndër faktorët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare. Dhe janë ata që arrin konkluzione vetë. Sigurisht unë duhet të citoj literaturën, por literatura ka studime të tjera, pavarësisht asaj që na është dhënë për detyrim, por ne duhet ta sfidojmë informacionin dhe këtë dua nga të rinjt. Dua që të zhvillojnë kuriozitetin e tyre, të jenë kurioz, të kërkojnë, të sfidojnë informacionin dhe mbi gjitha dhe në atë kornizën që janë vendosur, që i kemi vendosur pa e menduar apo pa e gjykuar. Do doja që dalin nga kjo kornizë, ndoshta edhe të rishpikin veten e tyre, ja vlen 1000 herë. Po, e drejtë dhe nga ana tjetër, siç po thosha, edhe studimet kanë kufizimet e tyre, pra nuk mund pretendohet që një studim t'i thotë të gjitha,
apo 2 studime të bëjnë gjithë fushën dhe siç po e thoshit dhe ju që shkenca është në evolim, industria është në evolim. Unë jam pjesë e këtij komuniteti dhe diversiteti dhe shumë studiuese mendojnë në mënyra ndryshme. Kjo nuk na bën as armiq, as njëri ka drejt, as njëri ka gabim. Është të gjitha janë kontribut, nuk ka rezultate të këqija, ka rezultate të cilat i shërbejnë njerëzimit. Ne studiuesit jemi këtu në shërbim, është një lloj mendësie e cila nuk është e njëjtë me asnjë lloj profesioni tjetër. Nuk është kurse si e njëjtë me biznesin. Studiuesit shkencor, pavarësisht gjithë stigmës që ekziston sot, që çfarë po na dëmtojnë, po na bëjnë, kërkimi shkencor është për të bërë më mirë për njerëzimin. Dhe sigurisht që i ka shërbyer njerëzimit, nga kush përdoret dhe si përdoret pastaj janë hapësira të interpretueshme dhe nuk dua të hyj në këtë lloj teorish, por kërkimi shkencor nuk është shkencë eksakte e tipit 1+1 = 2 dhe kur më parë se sa sot është bërë kaq i interpretueshëm. Por nëse interpretohet nga ekspertët, vetëm të mira do vinë aty. Patjetër. Por nuk është çudi që ju i shikoni ekspertët të ndarë. Të gjitha ato kanë referencat e tyre, madje shumë prej tyre, për shembull, nëse unë flas për bimët, nuk është se unë kam lexuar në literaturë, të cilën absolutisht kam targetin për ta komentuar, për ta interpretuar, sepse zotëroj atë gjë, por janë studime që unë i kam realizuar në laborator me duart e mia. Pa pyetur për shallin tuaj interesant që keni prodhuar, sepse dua të kaloj pastaj te 2 pyetjet e audiencës. Ne kemi audiencën tonë që bëri pyetjen e vet, po dhe juve ju ndoqët e audienca juaj lidhur me pishinat edhe me disa pyetje të tjera, do t'i bëjmë ato pyetje, por na tregoni pak detaje mbi shallin, sepse shumë interesante si ide. Shalli kungull, nga dëshira e shumë përdoruesve për të kontribuar dhe për të ndihmuar në avancimin e aplikacionit me risi të tjera, pavarësisht se aplikacioni është teknologji dhe një gjë e tillë tingëllon çuditshëm që dy gjëra nuk shkojnë bashkë. Por kungull është organik. Kungull nuk është vetëm teknologji, janë njerëz real dhe njerëz të vërtet, të cilët jo vetëm kanë dëshirën, por edhe pasionet e tyre transmetojnë. Si kimiste e produkteve natyrore, ku fokusi im ose karriera ime ka filluar me bimët aromantike, mjekësore dhe ato endemike shqiptare, madje kanë dhënë kontribut për një bimë e cila ishte kontributi i parë kudo në botë për atë bimë dhe rritet vetëm në vendin tonë. Doja si ka emrin bimën? Centaurea vlacorum. Që është se ne shkencërisht e di që nuk mund ta nuk ka një emër të zakonshëm, rritet vetëm në një zonë të lokalizuar në Lur, në një lartësi rreth 1400 metër mbi nivelin e detit. Dhe nuk ndodhet asgjë kundi tjetër në Europë, ka qenë në Greqi, por është shpopulluar, është larguar. Edhe botanistët grek kur lexuan artikullin për këtë ishin lutem ruajeni, mos lejoni që ajo të shfaroset nëpërmjet djegjeve apo shkuljeve, nuk e di çfarë mund të ndodhi atje. Dhe rezultatet e saj kanë qenë jo vetëm kontributi i parë, por kanë qenë shumë premtuese në kurimin e kancereve të ndryshëm, si glioblastoma, që është kancer shumë agresiv i trurit dhe kryesisht e fëmijët. Unë kur flas në mediat nuk dua ta jap këtë lloj informacioni sepse njerëzit e dëgjojnë si informacion të papërpunuar dhe priren për ta marrë si bien, për ta gjetur ku ndodhet edhe për ta përdorur. Nuk funksionon në këtë mënyrë. Bima ka qindra përbërës aktiv të cilët kanë toksicitet të ndryshëm. Nuk është një nga bimë të zakonshme kulinare siç është rigoni apo bimë të tjera të njohura mjekësore. Ndaj ky lloj informacioni do doja që të ishte të merret me rezerva ose në mënyrë të kujdesshme, pasi testet dhe kërkimi shkencor në lidhje me këto komponime që gjenden në këtë bimë është ende duke avancuar. Pra, duke studiuar bimët, vajrat esencial, duke kuptuar biodiversitetin, por nga ana tjetër edhe dëshirat tona personale, kujtimet tona personale, siç janë lulkuqet ose irisët, shpatorja që ne e quajmë ndryshe, ose emri latinir që është iris iliricum, që vjen nga Iliria, është irisi që i ka dhënë Iliria gjithë Evropës dhe gjithë botës. Janë këto bimë endemike të rrezikuara, të cilat ndodhen
në Shqipëri janë të vendosura në ilustrim bashkë me jo vetëm flora, por edhe fauna, kafshët e rrezikuara nga rregjpulli, ariu, çafka e të tjerë. Dhe shalli është i përshkruar nga lumi vjosa, lumi i Pra fundit i ke egër. çuar Të gjitha goxha detajet. Shqipëri jashtë në përbot, pra. Ka gjithë këtë historik, pra nuk është vetëm një produkt të cilin ne vendosim në qafë apo na zbukuron si femra, po përmban shumë vlerë. Është vlerësuar shumë për gjithë domethënien, pasi asnjë element nuk ndodhet aty, thjesht se është i bukur apo rastësor. Të gjitha detajet janë bime endemike të cilat janë të rrezikuara dhe na bën edhe më të ndërgjegjshëm për ta ruajtur këtë si biodiversitet dhe si trashëgimi. Një pjesë e të ardhurave që vijnë nga shalli nuk shkojnë vetëm për të mbështetur aplikacionin, por për të mbështetur edhe biodiversitetin dhe dhurohen në organizata të cilat operojnë në Shqipëri për projektet e tyre që kanë për biodiversitetin. Shallin mund ta gjejmë duke e porositur Shallin duke e porositur në kungull.com ose në Kungull Approved dhe shalli është i realizuar në material mëndafsh i qëndrueshëm, i siguruar nga burime të qëndrueshme jo të abuzuara si fëmijët. I realizuar në koma aty ku prodhojnë dhe gjithë industria, se të marrin markat më të mira janë aty ku prodhojnë, i realizuar me dorë, çdo qepje dhe çdo detaj është i bërë nga artizan të vërtetë, nga njerëz të vërtetë dhe jo thjesht një makineri. Pra kauzat që mbështet shalli janë disa, dhe ne jemi vetëm për gjëra të qëndrueshme. Personalisht ekipi i Kungullit, por edhe ndikimi që ne kemi pasur të tjerë, është për të bërë zgjedhje më të qëndrueshme. Unë vetë, Erblina dhe të tjerët, impakti që ne kemi duke bler një produkt, qoftë një veshje, qoftë një markë, nëse unë kam informacionin që ky brand abuzon me punëtorët, qoftë me fëmijët, qoftë me pagesat, trajtimin, pavarësisht sa mund të më pëlqejë ai produkt. Nëse unë e kam këtë informacion, unë asnjëherë nuk do shkoj drejt një zgjedhje të tillë. Dhe ky produkt që ne kemi realizuar edukon shumë edhe në këtë drejtim, se ku shkojnë, se çfarë impakti ka në zgjedhjet tona dhe çfarë mbështesin. Shalli nuk është një produkt në seri, është i limituar, janë vetëm 100 copë të tij dhe ne jemi shumë krenar që ka shkuar në disa vende të botës, out of the blue, pa i njohur fare si njerëz, por nuk e di si ka arritur historia tek ata, sepse nuk kemi bërë edhe nuk kemi për atë marketingun. Ne jemi për një marketing organik, për të shpërndarë fjalën e mirë nga eksperiencat reale të njerëzve të vërtet, jo thjesht dikush, një influencer që paguhet për këtë gjë, unë po e sfidoj këtë lloj. Për të bërë një marketing dhe shitje agresive, po themi të. Unë po e sfidoj këtë lloj marketingu, paçim fat, domethënë në vazhdim, por jemi për një rritje organike për njerëz të vërtet. Dhe shalli ka arritur në shumë vende të botës, në Kaliforni, nga njerëz të cilët na lënë edhe review. Ke një histori interesante, jeton në Texas. Unë jam e vendosur tani në Texas. Por projektet e mia sigurisht lidhen gjithmonë me Shqipërinë. Kungull është një pjesë e projekteve të mia, ndërkohë ka dhe shumë gjëra të tjera që po vazhdojnë apo që po krijohen, po ideohen. Pra Shqipëria është gjithmonë në fokusin tim për të bërë, për të realizuar punë të mira në këtë vend dhe kjo është si një thirrje. Në fakt kemi disa pyetje nga audienca, një nga pyetjet më të shpeshta të tyre është se ju jeni kimiste, jeni pedagoge dhe normalisht jeni autoriteti për ta dhënë një këshill për mësuesit që po na dëgjojnë. Por edhe për ne prindrit, në fakt, si ta bëjmë ne interesante lëndën e kimisë për nxënësit? Unë nuk do të them vetëm atë fjalin që kimia është shumë e bukur dhe absolutisht duhet të pëlqyer. Unë jam në universitet dhe kur studentët vinë në profilet e tyre të degëve të teknologjisë ushqimore, kimisë ushqimore e tjerë, dhe me pafajësinë e tyre thonë që zysha kimia nuk ka qenë lënda ime më e fortë apo nuk është preferenca ime, kështu që do kem pak vështirësi, kam frikën si doja dalin deri në fund, pasi nota është ajo që shoqëron diplomën edhe karrierën e studentëve dhe kuptoj që kimia është e bukur, ngjall kuriozitetin, mënyra se si transmetohet ajo, e cila absolutisht do vi me autoritet. Nuk jam për qoftë edhe për prindërimin, por qoftë edhe për edukimin auditor, nuk jam për një jemi shok të gjithë, jemi miq,
ka hapësira ku ne jemi të tillë, autoriteti nuk është asnjëherë i keq por nuk duhet të kaloj kursesinë ekstrem. Duhet që ne mësimdhënësit, edukuesit, të bëjmë pyetjen a i shërben kjo studentit dhe ta monitorojmë këtë gjë, nëse studenti është duke bërë më mirë. Nëse kjo gjë nuk është duke çuar studentin në përmirësim, atëherë analizo mënyrën se si doja transmetosh këtë gjë. Dhe thjesht një tabel nuk mjafton për të shpjeguar duhet kimin. laboratori? Absolutisht, duhet laboratori Ja që na dole të rënja e problemi që ne s'kemi Oh. laboratore në Shqipëri. Kryesisht se ka dhe shkolla që mund ta mendoj që kenë. ka dhe shkolla, nuk e di konkretisht realitetin, di që studentët edhe në universitet, unë e kam shumë të vështirë dhe shpeshherë është e sfidueshme, sepse një reakcion nuk shikohet vetëm tabela apo në një monitor, por ai reakcion as nuk mund të imagjinohet, por duhet parë, duhet realizuar, janë dy gjëra që bashkohen bashkë për të formuar produktin. Dhe kimia ka kuriozitetin, ka jetën, është një produkt që e zhvillon me duart e tua, por nëse do kisha një sekret për këtë gjë, do ishte absolutisht edukuesi apo mësimdhënia, cila duhet të jetë me një qasje më të butë, më të arritshme tek nxënësi apo tek studenti, jo thjesht ai qëllimi e bëra e thash çfarë ishte për të thënë dhe kaq. Dhe nëse ka mbetur. Dhe absolutisht, për deg të tilla ose për lëndë të tilla, profesorët apo mësuesit e gjimnazeve edhe më herët duhet të insistojnë të kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme pjesën e vendosjes së duarve, pjesën eksperimentale. Unë e shoh këtë gjë tek fëmia im adoleshent që në 9 vjeçare po themi që absolutisht. Sa aty fillon dashuria për kimin apo jo? Absolutisht. Aty fillon dashuria për kimin, për shkencën. Dhe kimia e ka shpjegimin e shumë gjërave në jetë. Ne shpesh e përdorim si fjalë në zhargonin e përditshëm që ka kimi në mes ose kimia është e mirë, po ecën sepse kimia është e mirë. Po kimia e shpjegon gjitha, kudo ka një reakcion, edhe në trurin ton, edhe në vendimarrjen ton. Janë reaksionet të cilat na influencojnë. Dhe kimia është shumë e bukur, do doja që pjesa e edukimit të bëhej më mirë, ka hapësirë të bëhet më mirë. Mendoj që secili nga ne mund të përmirësohet. Ndërkohë kishe pyetur audiencën tënde në platformat tuaja nëse kishin pyetje për podcastin, për bisedën që ne po zhvillojmë, fiksove në një pyetje? Një ndër pyetjet që më erdhi ishte dhe që unë jam shumë e ndjeshme ndaj saj, janë suplementet. Atëherë të qëndrojmë te të gjitha këto elementet me radhë, duke nisur nga suplementet. Po. Se edhe ne kemi bërë bashkarisht, edhe kur kemi folur më parë kësaj bisede, një lloj skalete të disa çështjeve që praktikisht diskutohen në shoqëri dhe janë me interes në shoqëri. Atëherë në lidhje me suplementet, jo vetëm në auditor, por edhe në atë hapësirën e media sociale ku unë mundohem të arrij tek njerëzit, është e arritshme që unë nuk jam një përkrahase, një mbështetëse e suplementeve. Pse? Unë suplementet i kam në pjatën time. Unë i zgjedh t'i kem në pjatën time si mënyra biologjike, organike, që organizmi im njeh për përthithjen e tyre, për asimilimin e tyre dhe për përdorimin e tyre si sa forma sintetike. Asgjë, dhe pavarësisht se kohët do ndryshojnë, epokat ndryshojnë, asgjë nuk ka për ta zvendësuar ushqimin. Në çfarëdo lloj epoke ne të shkojmë, dhe historia e njerëzimit e ka dëshmuar këtë gjë. Diskutimi në lidhje me suplementet është që për një cilësi jetese më të mirë, me justifikimet që ushqimi nuk është më i njëjti siç ka qenë, këto nuk janë të mjaftueshme në momentin që ne nuk po bëjmë diçka për të rregulluar stilin ton të jetesës dhe mënyrën e të ushqyerit. Nuk ka ushqim 100% të sigurt dhe them këtë gjë edhe ujë. Uji është vrasës. Ne kemi trendin sot, kur them është vrasës se ishte fjalë e madhe, nëse ne konsumojmë 10 litra ujë, ne jemi të zhveshur nga gjithë elektrolitet të cilat çojnë edhe në fatalitet. Po. Dhe unë shoh trendin sot në emër të detoksit, e cila është fjala më e abuzuar që unë dëgjoj, duhet konsumojmë shumë ujë. Nuk ka, madje edhe kërkimi shkencor, nuk ka një definim të sasisë së ujit që duhet konsumuar në ditë për që ne të hidratuar, dhe ka i shumë diskutim nëse ky ujë shkon vërtet në qelizë apo është një ujë që cili ne na merr apo na shplan elementët mineral
për të na zhveshur nga këto. E njëjta gjë edhe me saunat, por për të qëndruar tek suplementet. Unë zgjedh i kem në pjatën time dhe pavarësisht trendit të dietave, të cilat kanë marrë emra nga më të ndryshëm. Nëse dikur kemi dëgjuar për dietat Atkinson, askush nuk po flet më për atë, por e pam se sa dëm bëri ajo. Sot kemi dietat më trendy që janë ato carnivore. Njerëzit kanë marrë një inkurajim për të konsumuar më shumë produkte shtazore. Dhe po flasim, duhem të konsumojmë 6 vezë. Asnjëherë kjo nuk do jetë e qëndrueshme, jo vetëm e qëndrueshme për mjedisin, për sa e realizueshme është në terma të fermave, por edhe për organizmin ton. Duhet kemi parasysh atë numrin e kalorive, i cili aq është. Nëse ne marrim 6 vezë, atëherë nevoja për kalorit në mëngjes është realizuar apo është te i kaluar. Por nga ana tjetër ne nuk mund të jemi vetëm me proteina. Nuk mund të jemi, ne kemi nevojë për një vakt të balancuar, i cili përmban karbohidratet dhe vajzat janë duke i shmangur karbohidratet, janë duke shmangur bukën me shumë arsye të justifikuara nga ana e tyre. Por karbohidratet janë burim energjie, është aq i rëndësishëm për shëndetin hormonal tonin. Mund ta marrim ndryshe, pra jo nëpërmjet bukës, mund ta marrim. Absolutisht, ne kemi karbohidrate komplekse, por ajo që dua të them është që sa më komplekse të jenë karbohidratet, aq më të mira. Alternativat të karbohidrateve. Të karbohidratet ta themi. themi. Po patjetër, patatja e ëmbël, por qoftë edhe patatja e zakonshme, është një burim dikur para disa kohësh është stigmatizuar si produkt, ndërkohë kemi një rikthim për vlerat ushqyese të patates dhe si një karbohidrat më kompleks, alternativ e bukës. Dhe kur themi buka apo gluteni, gruri, e kuptoj që diskutimet janë që nuk kemi më atë bujqësinë si dikur, kemi glifosfatet, të cilët janë të njohura për efektet në shëndetin e njeriut, kancerogjene, gluteni i cili po shkakton intoleranca. Dhe kjo kuptohet jo vetëm e njeriu, po kuptohet që mikroflora jone e zorrëve nuk është më ajo e njëjta për ta mbështetur një protein të tillë ngjitse siç është ajo. Pra, unë jam për një vakt të balancuar dhe ne shqiptarët nuk kemi çaj shpiking kësaj gjëje, sepse ne kemi dietën mesetare. Është dieta më e studiuar, është dieta që i ka rezistuar jo vetëm kohërave, por që vazhdon edhe studiohet dhe qëndron aty si dieta e cila na siguron jo vetëm funksionin, por edhe jetëgjatësinë dhe mbarvajtjen gjatë gjithë jetës tonë. Por sekreti për një përshëndet shumë të mirë është kombinimi i gjithë karbohidrateve, protein, fibra dhe të gjitha këto në një pjatë ose në një vakt. Unë nuk jam kundër ëmbëlsirave, unë i konsumoj ato, unë konsumoj fëmijëve të mi absolutisht ua bëj këtë gjë, por nuk ja jap asnjëherë ëmbëlsirën për mëngjes. Nuk ja jap asnjëherë ëmbëlsirën si një vakt i vetëm. Ëmbëlsira do të jetë pasi ai ka konsumuar proteinat, fibrat dhe tretja apo përthithja e sheqerit bëhet më e ngadalt, dhe në këtë mënyrë nuk kemi atë spike apo atë rritjen e glukozës e cila asnjëherë nuk është e mirë. Pra balancimi i këtyre është sekreti i gjithave. Në lidhje me suplementimin, është i nevojshëm kur ka prova që ka deficienca. Por para se të arrijmë tek suplementimi, ne duhet të analizojmë pse janë këto deficienca. Janë sepse ne nuk kemi një ushqyerje të mirë, nuk po marrim gjithë elementet ushqyes që kemi nevojë, pra duhet të analizojmë dietën tonë dhe nuk mund të shkojmë drejt te suplementimi. Dhe sigurisht që analizat janë ato që do ta përcaktojnë. Nëse ne flasim për vitaminën D, e cila është ajo që po suplementohet më shumë dhe ka shumë diskutim në këtë gjë, kurse si nuk mund të merret thjesht si një trend pa analizë, sepse analiza është ajo që përcakton edhe dozën e nevojshme që ti ke nevojë. Por rregullimi i ushqimit është mënyra më e mirë që duhet. Kryesorja, pra baza. Çfarë do të thotë ushqim organik? Na i shpjegoj me fjalë të thjeshta, Absolutisht. Atëherë ushqim organik, fjala organike është aq e abuzuar. Jo vetëm në ushqim, por edhe në terma të tjerë. Madje diku e dëgjova dhe ishin duke diskutuar thonjë organik. Organik është mënyra e kultivimit në bujqësi, pa përdorur, nëse flasim për pesticide apo insekticide, kimikate, është mënyra pa i përdorur agent të tillë, por duke e lejuar bujqësinë organike të zhvillohet vetëm me agent organik.
të cilët janë nga natyra, apo nëse flasim për luftën ndaj insekticideve, kemi luftues biologjik, të cilët janë insektet e dobishme, të cilat konsumojnë të tjerët. Pra bujësia organike nuk është vetëm një fjalë që ne e themi, por është një certifikim nga autoritetet, nga entet rregullatore përkatëse, të cilat japin certifikimin në bazë të gjithë rregulatoreve që ato kanë. Por në bujësinë organike gjithashtu lejohen elementë të cilët nuk janë të dëmshëm, janë të provuar. Pra nuk mjafton që ne shohim një produkt ushqim organik, por duhet dim procesin se si është përgatitur. Në Shqipëri ky lloj labeling është me vetë deklarim. Të paktën në fermat bujësore, në dijenin time nuk di shumë ferma të cilat janë të certifikuara organike. Por shoh dyqane gjithandej, apo dyqanet vogla që i kanë këto produkte, të reklamuara me emrin organik. Ky është një abuzim, por që duhet bërë më mirë, duke i certifikuar dhe duke marrë ato rregullat se si një produkt mund cilësohet si tillë. Nga ana tjetër, unë mbështes shumë fermat e vogla. Nëse flasim për qumshin e cila orientimi qoftë nga ekspertët ose konsulentët, por edhe nga qeveria është për të shkuar drejt fermave të mëdha, sepse këto janë ineficiente, nuk sigurojnë të ardhura, kanë vështirësitë e tyre. Është një trend që Shtetet e Bashkuara e kanë kaluar tashmë edhe Europa dhe janë duke u kthyer fermave të vogla. Unë jetoj në Shtetet e Bashkuara, por qumshti im vjen nga një lopë të cilën e njoh, të cilën e kam parë dhe që shkoj e marr atje. Shqipëria është kaq e vogël dhe do doja shumë që fermerët e vegjël të mbështeteshin më shumë. Ata sigurisht kanë hapësirë për të bërë më mirë, nuk kemi, por ju duhet ofruar kjo lloj konsulence dhe kurse si orientuar drejt fabrikave që e përpunojnë dhe kaq. Unë dua që të mbështetet autenticiteti, por edhe fermat e vogla dhe fermerat e vegjël. Dhe kjo na jep edhe një vlerë ne, sepse ushqimi është një bekim, absolutisht është. Na jep edhe një vlerë neve që çfarë mbështesim dhe atë qetësinë qoftë të mendjes, qoftë të shpirtit se nga vjen ky produkt që ne konsumojmë. Shqipëria ka pasur këtë gjë, do doja që të vazhdonte me këtë gjë, por ta bënte më mirë dhe hapësira për ta bërë më mirë është ajo që do e bënte diferencën. Të kalojmë te një pikë e rëndësishme tani që është kozmetika dhe nuk e di nëse mund ta quajmë mit i clean beauty, atë çfarë mund ta quajmë? A ekziston bukuria e pastër pra? E këtyre produkteve që ne i vendosim fytyrës. Faleminderit për pyetjen. Është me interes absolutisht. Ne nuk do ishim krijuar nëse clean beauty e vetë shpallur do të ishte duke bërë mirë ose do ishte duke bërë ato që deklaronte. Vetë fjala clean beauty është marketing, nuk është i rregulluar nga asnjë ent rregullator, por është një vetë deklarim, i cili shpesh herë është marketing dhe është misleading apo nuk të çon atje ku duhet. Ne kemi analizuar shumë brende ose marka të cilat janë të vetë shpallura të tilla, pra si kozmetike pastër, dhe ne nuk nisemi absolutisht nga brendi. Ne marrim secilin produkt dhe ne analizojmë secilin përbërës që ndodhet aty. Na është dashur shumë punë me brandet apo me markat për të thënë atyre që shiko, disa produkte i ke të mira dhe disa të tjera jo. Dhe është produktet e brandit është lidhja si me qenë me fëmijët dhe ti thua që disa fëmijë ke të mirë dhe disa jo. Ka qenë pak e vështirë, por duke dhënë gjithë argumentat mbështetës për këtë gjë, ne kemi pasur kuptimin e tyre që po ata mund të bëjnë më mirë. Ndaj, nëse ne do nisemi që po marr një markë sepse është clean beauty, e ka të lexuar aty clean beauty dhe unë jam i sigurt, nuk është e gjithë historia. Supozojmë se është duke të dëgjuar një vajzë e re. Çfarë do ta këshilloje për mënyrën se si duhet i blej produkte, çfarë produktesh kozmetike? Unë uroj shumë që asnjë vajzë e re mos kërkoj produkte kozmetike të natyrës, që janë këto make-upet, shtese, etj, por gjithsesi jemi në zgjedhje të lirë dhe kushdo mund kujdeset në formën siç e mendon, por cilat janë ato këshillat e rëndësishme që të shkojë drejt produkteve më të shëndetshme për veten e vet?
Atëherë, kjo gjë varet nga mosha. Ne shikojmë trendin në rrjetet sociale që vajzat e vogla po shkojnë drejt ritualeve me 5 apo me 6 apo me 10 hapa të kujdesit kozmetik dhe me produkte të cilat janë të dedikuara për Është lëkura normale kjo? mature, që do thotë lëkura ndërkohë që një fëmijë nuk e ka zhvilluar ende plotësisht barrierën e lëkurës së Sigurisht, po. saj Po. dhe ekspozimin ndaj këtyre produkteve, dhe po flas për produkte agresive siç është retinoli, që unë vetë nuk do guxoja ta përdorja në lëkurën time. Pra i përdorin. Po, Në çfarë statistikat moshe? dhe një studim që ishte bërë te Sephora, klientët e tyre ishin adoleshent, vajzat adoleshente me një rutinë kujdesi personal me disa hapa dhe me produkte të cilat përmbajnë agent eksfoliues, acide të ndryshme organike. Retinoli ishte ndër trendet sepse rrjetet sociale e kanë jo normalizuar, po e kanë bërë si ai standardi për t'u arritur, për Pra të duhet qenë ta pjesë përdor e se nuk kësaj. je më pjesë e Po, shoqërisë dhe po. në moment, E po. njëjta gjë kur vjen edhe me make-upin e voglusheve. Po. Lëkurat e tyre, sado i mirë të jetë formulimi, duhet kemi parasysh edhe ato bimore që thash. Lëkura e tyre nuk e ka krijuar ende barrierën e tyre mbrojtëse. Dhe ai ekspozimi në një moshë kaq të hershme, aq më tepër me produkte jo të sigurta, të cilët përmbajnë çrregullues hormonal. Element ose përbërës të tjerë të cilët janë të diskutueshëm, me efekte. Ka ndikuar kjo dhe në uljen e moshës nisjes së menstruacioneve të para? Është një fakt tashmë që mosha e pubertetit Po. është ulur hershëm, është ulur shumë dhe komentet që janë po është okay, po rriten, po zhvillohen më shumë, jo nuk është okay. Nuk mund të normalizojmë atë çfarë është gabim, ekspozimi i vajzave të reja për një kohë kaq të gjatë ndaj këtyre hormoneve nuk sjell asnjë gjë të mirë. Në të ardhmen e tyre do të kenë kriza të ankthit, të panikut, depresionit, por deri edhe sëmundje malinje. Ekspozimi për një kohë të gjatë ndaj këtyre çrregulluesve hormonal është një faktor për zhvillimin e qelizave anomale, të cilat Çfarë janë vendimi duhet të kancerogene. marrin prindrit e tyre për t'i orientuar drejt këto vajza të reja apo këta djem të rinj lidhur me përdorimin e produkteve të shëndetshme? Që tek nisja e pastrimit, po themi, të lëkurës, çfarë duhet të përdorim pra? Që janë që njihen tashmë nga shkenca, që janë absolutisht të sigurta. E kuptoj sfidën e familjarëve, kryesisht të nënave, e kuptoj influencën, ekspozimin e shoqërisë, standardet të cilat vendosen. Por unë jam një prind vetë dhe nëse edukimi vjen me artikulim, me argumenta, nuk duhet i nënvlerësojnë fëmijët kaq shumë. Bëhet të kuptueshme dhe të arritshme tek ata. Vendosja në tavolinë alternativat dhe rreziqet që vijnë me ato dhe jepini më shumë besim, ata do e kuptojnë dhe do veprojnë në këtë drejtim. Sikurse është edukimi në ushqim, fillon me lugën e parë. Po. Nuk është asnjëherë vonë për të bërë më mirë dhe për ta ndryshuar këtë gjë, por edhe në kujdesin personal. Për të filluar nga ato festat e ditëlindjeve. Ditëlindja e parë, ditëlindja e dytë, kur ne i kemi me çfarë? Me shumë make-up. I kemi me vizatimet në fytyrë. Absolutisht unë e kuptoj kënaqësinë dhe entuziazmin që vjen pas kësaj dhe përfitimet që gëzimi ka. Por ka alternativa të sigurta. Në momentin që ne ekspozojmë aq shumë, apo ato festat që bëjmë aq shumë plastik, tullumbace, duket si një gjë e bukur. Unë nuk e shoh të tillë, unë e shoh si një ndodhse. Kështu që kjo mundësia jon për të bërë më mirë duhet arrit tek ne në fillim, pastaj tek fëmia jon. Se si duhet ja transmetojmë atij. Mama duhet të jenë më të kujdesshme për të ndjekur vajzat në zgjedhjet e tyre dhe mendoj që duhet vendosin deri në një farë moshe. Dhe ca limite, po. Dhe asgjë e keqe nuk vjen nga këto limite. Unë nuk e normalizoj dot, nuk ka asgjë të mirë dhe të keqe, ka çfarë të pëlqen. Çfarë është e gabuar dhe duhet ta normalizoj më shumë këtë gjë. Cila është mënyra e shëndetshme? Pra supozojmë ke një fëmijë 15 vjeç. E cila nuk ka nevojë për asnjë make-up, barriera e saj nuk është krijuar ende. Është në moshën më të bukur të saj, si duhet ta laj, me çfarë elementësh, produktesh
të laj fytyrën, po them, të pastroj fytyrën, të Po. çfarë Më një, shamposh, nuk flas këtu për marka dhe kompani, po Absolutisht, thjesht por për të ditur për të përbërësit. evituar. Atëherë agjentët shkëmues që përdoren aty janë agjentët të cilët jo vetëm irritojnë, por janë edhe çrregullues hormonal. Pra një detergjent shkëmues nuk do të thotë absolutisht se pastron më shumë dhe nuk kemi nevojë për atë lloj pastrimi. Tek fëmijët do të evitoja absolutisht fragrancat. Fragranca nuk është një komponim, por është një përbërje komplekse me 10 deri në 100 komponime, të cilat industria Këtu fragrancat e ke për kozmetike, parfumet. jo, e kam fjalën për përbërësi i Që cili janë, ndodhet në produktin qoftë larës, qoftë produkt tjetër që ne po përdorim. Pra aty ku shohim fragranca, dhe ne është një jo e madhe. gjykojmë produktin që shohim në rafte, duke i mbajtur aromë dhe themi pas ka erë të mirë dhe është i mirë dhe këtë se produkt punon do industria vendos. shumë me shijet tona, Industria me ka nuhatjen manipuluar edhe mendjen tonë nëpërmjet aromave. Qoftë, por dua të ndaloj këtu. Një përbërës i cili absolutisht është për të evituar janë fragrancat ose parfumet ose aromat të cilët janë të cilësuara si të tillë në etiketë. Janë formulime komplekse dhe shumë të dëmshme dhe çrregullues hormonal. Do thoni ju që është një ekspozim i vogël, por është në kohë. Është në kohë dhe është për një lëkurë, për një barrierë e cila nuk është ndërtuar ende. Dhe ky është i vetmi kujdes që unë do pretendoja nga vajzat në atë moshë. Si shfaqet tek etiketa prania e fragrancave? Ka disa shfaqet në çdo produkt? Në çdo produkt është Janë të detyrueshëm ligjor ta që janë të shfaqen, deklaruara dhe për të mësuar edhe për të lexuar etiketat është renditja e përbërësve. Përbërësi i parë tregon përqendrimin më të lartë ose sasinë më të madhe në atë produkt dhe për të shkuar tek i fundit, i cili ndodhet në përqendrim më të ulët. Kompanitë kanë detyrimin ligjor të deklarojnë gjithë përbërësit e tyre, por fragranca gjendet me emërtimin fragrancë, parfum ose aromë. Këto janë 3 format të cilat kanë detyrimin për tu evidentuar sipas nomenklaturës ndërkombëtare. Fragranca, po si shfaqet kjo? Do me thënë me çfarë shenje, me çfarë apo e thot tekstualisht? E thot në formulim, por nuk është vetëm kjo. Fuqia e marketingut ka arritur deri aty sa të përdori terma të tjerë, siç është unscented apo i çaromatizuar. Dhe njerëzit mendojnë është unscented, është si term i ri, dhe thonë që këtu nuk ka aromë dhe unë jam i sigurt, pra këtu nuk ka fragrancë dhe unë jam i sigurt. Por në të vërtetë, aty janë përdorur kimikate të tjera për të neutralizuar atë aromë. Pra ke një ekspozim më të lartë ndaj kimikateve. Dhe labeli ose etiketa që unë do kërkoja, jo vetëm për fëmijët, për veten time, për çdo moshë, do të ishte fragrance free ose pa fragrancë. Dhe kjo e ka të eliminuar fragrancën. Por jo të gjitha fragrancat janë njësoj, sepse ne kemi dhe ato natyrale, të cilat vijnë nga vajrat esencial. Dhe këtu vendimi i takon personit, nëse do një ekspozim të tillë i cili është i sigurt, po prap ka ato potencialet për alergen me kohën e kështu me radhë. Unë do ta preferoja, do ta zgjidhja një produkt me fragancë natyrore nga vajrat esencial apo ekstrakte të tjera, po kurse si një fragancë sintetike. Dhe po thoja tek dhe ju e përmendët në lidhje me industrinë, në lidhje me aromat. Në ambientet publike të cilat mund të jenë qendra tregtare, ne ndjejmë aromat nga më të ndryshmet. Asgjë atje nuk është rastësore, janë të gjitha të studiuara, të cilat stimulojnë sistemin tonë nervor dhe na ndikojnë deri në vendimarrje. Kjo tingëllon e çuditshme. Edhe muzika e vendosur aty në sfond që të ndikon të blesh. Dhe ne përfundojmë duke thënë që unisa për tjetër gjë, nuk e kisha në plan të konsumoja apo të merrja gjithë këto produkte, që në fund ditës edhe nuk më nevojiteshin, por ne jemi të prirur ndaj ambienteve të tilla. Unë personalisht i evitoj të tilla fragranca i quajnë dotës ambiental dhe kurse si aroma të mira. Kam pasur eksperiencë në shkollën e djalit në Shtetet e Bashkuara dhe ndoshta unë jam shumë e ndjeshme ndaj aromave, duke qenë pjesë e industrisë apo duke punuar me to, dhe në momentin që e marr nga shkolla e ndjej aromën që klasa kishte. Dhe e pyes se thot mësusja përmban një aromatik i cili sprucon në mënyrë të vazhdueshme.
mundesh të shkruaj një email të gjatë ku i shpjegoja dhe i kërkoja që fëmijët të mos ekspozohen dhe kërkoja mirëkuptimin e saj në këtë gjë, duke evituar. I ofrova edhe të ndaj fragranca natyrale apo vajra esencial me difuzor, nëse për të ishte patjetër e nevojshme, që unë nuk e quaj fare të nevojshme që një ambient për fëmijë të jetë i ekspozuar ndaj aromave të ndryshme. Dhe unë ndjeva mirë që ajo e mirë kuptoi, por nuk do hiqja dorë nga kjo gjë, për shkuar edhe në instanca më të larta, në principal apo në drejtor për ta zhvilluar. Për të mos ta përdorur. E njëjta gjë edhe me qirinjta romantik. Ne mendojmë se po krijojmë një atmosferë romantike apo një atmosferë që na krijon, na shërben për mirëqenien tonë emocionale, por në të vërtetë ne jemi duke i dhënë vetes dhimbje koke dhe probleme të tjera. Jo vetëm fragranca sintetike që ndodhet aty, por qirinjt janë kryesisht parafin nga nafta. Po. Unë i preferoj, i dua qirinjt, por i zgjedh ato. I zgjedh ato me dyllin e bletës. Ose me dyllin e sojës. Dhe aty brenda... Edhe aty ka mundësi, këtë e them gjithmonë që alternativa ka. Ka dhe në Shqipëri tilla? Absolutisht, dhe madje janë artizan të vegjël, të cilët janë bletëritës dhe dylli i bletëve shkon për prodhimin e qirinjve. Dhe absolutisht këtë e mbështes edhe vendosjen e vajrave esenciale apo aromave të mira për djegjen e tyre të sigurt. Është një qiri i cili digjet i sigurt, gati ionizon edhe ajrin, krijon edhe një aromë shumë të këndshme, se vetë dylli i bletëve ka aroma të mira, të cilat në terma fatgjatë na ndikojnë edhe në sistemin tonë nervor. Ndërkohë këto aromat sintetike do na japin atë mirëqenien e momentit apo gëzimin e momentit, por do na smurin. Dhe kjo është çështje kohe dhe shumë në shtëpia ime mban aromë të mirë, kjo është e sigurt, por produkte të tilla nuk janë asnjëherë zgjedhja ime, qoftë edhe për dollapet. Por aroma është kudo. Është në detergjentët e enëve, është në rrobat, është në detergjentët që ne përdorim për rrobat, zbutësit e rrobave. Është një produkt i cili ka aq përbërës të diskutueshëm, të cilët vendosen aty dhe as nuk shplahen. Pra, kur flasim për një jetesë të pastër dhe të shëndetshme, nuk është vetëm ushqimi, por janë gjithë faktorët e tjerë që ne ekspozohemi, ndërto është kozmetika, por edhe produktet e kujdesit shtëpiak. Ne mendojmë se pastrojmë shtëpit, por në të vërtetë jemi duke i ndotur shumë më shumë. Pra jemi bërë të kthehemi te soda, e bukës, te limoni, te kripa për pastrim apo jo? Jam dakord edhe me këto, por nga ana tjetër ka dhe alternativa të cilat janë të sigurta. Po, ka alternativa formulime për detergjent, të cilat janë të sigurta. Tabelën kanë tabelat ose shenjat edhe labels si kanë edhe të tjerat, të cilat janë marketing. Nëse ti shikon një detergjent rrobash i cili thot pa sulfate dhe ti e kthen nga ana tjetër, ti nuk shikon fjalën sulfat, por shikon unë si kimiste, shikoj një alternativë ose një derivat të njëjtit produkt me të njëjtin efekt. Kështu që ajo label apo pjesa para është gjithmonë, është kryesisht, domethënë në shumicën e rasteve, marketing dhe disinformim. Te kungull e bëni këtë analizë edhe të këtyre mënyra se si kungull do të zhvillohet, edhe të këtyre po themi detergjentëve? Po. Në këtë momente nuk e bëjmë, por mënyra se si kungull do të zhvillohet, jo vetëm për produktet e kujdesit personal, por edhe ato të kujdesit shtëpiak, ushqim, por edhe ushqim për kafshët, të cilët janë aq të dashur edhe ne jemi aq të lidhur. Kujdesin që duhet të tregojmë lidhur me higjienën personale, të pecetave higjienike apo mënyrë se si do t'i zgjedhim të tilla, çfarë mund na thuash? Është kaq e diskutueshme dhe shkenca po e thot fjalën e saj, sepse statistikat janë aty dhe numrat janë aty tashmë. I njëjti diskutim vlen, atëherë trupi jon, lëkura jon është absorbon në mënyra të ndryshme, në zona të ndryshme. Që do të thot zonat që janë më të ndjeshme absolutisht janë zonat intime, ku përthithshmëria është shumë e lartë, shkon deri në 100%. Dhe në rastin e pecetave higjienike që vajzat përdoren gjatë ciklit të tyre menstrual, jo vetëm që janë sintetike dhe janë jo pambuk, pra pjesa e sipërme është po ashtu sintetike, por kanë edhe zbardhues
agent të tjerë, shpesh herë edhe aromatizues, shpesh herë me substanca të cilat në një zonë kaq intime, ku përthithja është shumë e lartë, ndikimi është real. Dhe jo më kot, ne kemi shifra gati alarmante të çrregullimeve që vajzat e reja sot kanë, por edhe moshat 40 vjeç edhe lart. Sot kemi një term që përdoret shumë perimenopauzë, ndërkohë që është diçka reale, nuk është imagjinare, është vërtet diçka reale, ai ndryshimi hormonal, por nga ana tjetër kemi kontribuar me zgjedhjet tona për këtë gjë. Thonë kjo gjë, unë kur se si nuk do thoja mos përdorni apo përdorni mënyra tradicionale, por zgjedhjet e sigurta ka. Zgjedhjet e sigurta, cilat janë ato etiketat e sigurta? Duhet të kërkojmë për pambuk së pare. Pambuk, po. Dhe kur flasim pambuk, edhe ky është kaq i diskutueshëm sepse mënyra si kultivohet është me pesticide dhe besoni ato pesticidet nuk qëndrojnë atje, por vinë në produktin final që është pambuku i përpunuar. Nëse është mundësia për të zgjedhur dhe për ta pasur si alternativë pambuk organik, për këtë produkt të dedikuar do ta zgjidhja gjithmonë. Dhe nuk do doja të shikoja, të lexoja asnjë kemikat tjetër aty, kurse si aroma. Ajo zonë nuk ka nevojë sepse ka qenë diskutuar dhe këto larësit, edhe larësit, të cilët kanë qenë shumë problematik, nuk e di nëse kanë dalë tani nga përdorimi apo jo. Larësit e pjesëve intime. Është një produkt të cilin unë nuk do e zgjidhja asnjëherë, do doja që edhe vajzat mos ta bënin këtë gjë. Ashtu si ruajtja e mikroflorës, i gojës. Po. Nuk po përmendim emra kompanish tani, por po ashtu kundradierësa. Çfarë mund na thuash për këto dyja? Po, dua ta filloj me shplarsin e gojës, që është ai që ne quajmë kolutori, i cili është reklamuar dhe është këshilluar qoftë edhe nga dentistët të përdoret. Është një produkt jo vetëm që ka kosto dhe është i panevojshëm, por është i dëmshëm. Pavarësisht formulimit të tij, të cilët janë kryesisht me alkool, por ka dhe formulime të tjera. Dhe evidenca, por ajo çfarë thuhet edhe në pjesën e parë të etiketës, është që vrasin mikroorganizmat që ndodhen në gojë. Jo, ne nuk e kemi të nevojshme një gjë të tillë. Dhëmbët tanë janë të gjallë. Zgjedhja dhe mirëmbajtja e mikroflorës tonë për të eliminuar mikroflora e mirë apo mikroorganizmat e mirë, mikroorganizmat e dëmshëm, është ajo që do na sigurojë shëndet afatgjat të dhëmbëve. Kështu që shplarsit, cili do qoftë ai, unë do ta evitoja pavarësisht formulimit. Është një produkt i nevojshëm për industrinë për të bërë para, por jo për ne. Kam një histori të tillë kur im shoq mori një produkt të tillë nga vetja e vet, nuk e di çfarë kishte dëgjuar, si kishte dëgjuar, ndërkohë në shtëpinë tonë nuk ka qenë asnjëherë, dhe djali e shikon. Dhe the mama, është okay, do lajm banjon me këtë sepse për porcelanët i bën për mrekulli dhe ndoshta aty kemi nevojë për vrasjen e këtyre mikroorganizmave. Por për kujdesin për higjienën orale, ajo që unë do të këshilloja është një pastë absolutisht jo agresive, me përbërës të sigurt, jo shkumuese. Ndonjëherë shohim ato pastat aq shkumuese, të cilët kanë ato përbërësit SLS kryesisht, që janë shumë të dëmshëm. Do evitoja absolutisht florin në çdo moshë. Qoftë fëmijët, qoftë të rriturit. Ka evidencë mjaftueshme shkencore që është një neurotoksin, e cila edhe dentistët sot dëshmojnë që fëmijët ju vinë me njolla të cilat janë të dedikuara nga flori. Një përbërës që unë e dua shumë dhe kërkimi shkencor e mbështet është hydroxyapatites dhe është një element ndërtues i cili ndodhet në dhëmbët tonë, është një element ndërtues. Që ka pasta që e kanë, pra. Ka pasta që e kanë, pra që kanë zvendësuar florin me këtë përbërës dhe është shumë e efektiv, jo vetëm i sigurt, por është edhe shumë e efektiv në shëndetin. Kundradierësa mos ta harrojmë? Dua të them edhe diçka për shëndetin oral. Pra, pasta e dhëmbëve dhe një pastrues për gjuhën, për të ruajtur atë mikrobiomën e shëndetshme, e cila gjatë pastrimit stimulon edhe prodhimin e oksidit nitrik, është shumë e shëndetshme. Ndoshta është një term i ri që nuk është dëgjuar, filli dentar, nuk do doja një fill dentar që është me mikroplastik,
sepse zakonisht ato prodhohen nga poliestere sintetike, por një fill dentar me materiale natyrore dhe kurse me shtesa siç është flori apo dhe të tjera aromatike. Në lidhje me antidjersën, ka evidencë shkencore mjaftueshëm. Mendja ime, jo vetëm si eksperte, po nuk e percepton dot një etiketë e cila thot ndalimin, bllokimin e djersitjes për 48 orë apo ka Të raste mëtojmë trupin edhe praktikisht më apo? shumë. Djersitja është një proces natyral i termorregullimit të temperaturës son të trupit dhe bllokimi i saj është diçka që nuk e kuptoj, por për efekt të marketingut edhe të bërjes së parave, industria shkon në këtë drejtim. Por nga ana tjetër, unë jam pro e përdorimit të saj me formulime të pastra të sigurta dhe kemi plot formulime të tilla të cilët eliminojnë konservantët të cilët janë çrregullues hormonal dhe ajo është një zonë ku përtithshmëria është më e lartë se sa në zona të tjera. Unë kurse si nuk do pranoja një produkt antidjers i cili ndodhet në formën e sprayt. Pse spray që nga më i rrezikshëm se sa këto format e rollonit, po themi? Po, atëherë sprayi na ekspozon jo vetëm me lëkurën, por edhe me aparatin e frymarrjes, që gjitha ato molekula të shkojnë në rrugët tona të frymarrjes. Pra ekspozimi është më i madh dhe domethënë janë produktet spray qoftë edhe për kundra diellit, janë formulime të cilat do t'i evitoja absolutisht në produkte të tilla. Por formulime të sigurta ka, por që kanë atë efektivitetin e 48 orëshit apo ku diun, nuk e kanë. Pra është edhe një mundësi që ti duhet të edukohesh edhe ta pranosh apo të mësohesh me një produkt të tillë. Nga ana tjetër ti thua unë dua atë produkt i cili përmban kriprat e aluminit sepse është ai që më eliminon më frenon krejt djersitjen. Nga ana tjetër ka alternativa ekstreme që shkojnë deri në injektime botox e kështu me radhë. Për shëndetin afatgjat ka prova mjaftueshëm. Botox është një ndër toksinat më të fuqishme që ne kemi. Tani çfarë mund thuash për botoxin dhe fillerat? Çfarë ndodh në organizmin ton nëse ne injektojmë të tilla? E kuptoj që ne jemi në një kohë ku presioni për të dukur më mirë ekziston. I ardhur ky nga ekspozimi më i madh që kemi ndaj gjës së bukur, një koncept ky i bukur në rrjetet sociale dhe normalizimi i kësaj. Mendoj që vendimarrjet të tilla nëse vijnë me informacion, për mua janë okay. Pra nëse personi që është duke bërë një injektim të tillë, qoftë filler, qoftë botox ose substanca të tjera, të ketë informacionin e duhur. Sigurisht që një estetiste apo edhe dikush i licencuar do t'japi vetëm përfitimet që kjo ka dhe përfitimi është i menjëhershëm. Që është një muskull i paralizuar i cili ty të ndalon mimikën. Unë kam nostalgji për fytyrat që kanë ende shprehi. Është i dëmshëm. Vetë fjala që është një toksin e rrezikshme e ka thënë të gjithën. Atëherë efekti i dëshiruar që është një fytyrë jo e ngrysur, një fytyrë që duket më mirë, nuk di të ta them këtë gjë, por duhet kemi parasysh edhe efektin në terma afatgjat, të cilët do të jenë muskuj që do të humbasin funksionin e tyre, të lëshimit edhe të mënyrës se si do duken edhe nga pamja jashtme apo estetikisht. Kirurgët plastik janë duke parë shumë këtë gjë. Dhe kur vim tek fytyrat të cilat janë të injektuara me filler, qoftë në buzë apo në vende të tjera në ndryshme tani se s'po merret vesh se ku bëhet. Atëherë atë çfarë skanerët tregojnë është që ne kemi një migrim të fillerit. Filleri nuk qëndron aty ku ti e vendos dhe abuzimi me fjalën që është i përkohshëm, asimilohet, bioasimulohet, është një mashtrim shumë i madh. Filleri shpërndahet duke të krijuar jo vetëm ato parregullësitë në fytyrë ku është injektuar, por duke ndryshuar edhe strukturën. Dhe ky është një problem
është vërtet problem jo vetëm nga ana estetike, por edhe nga ana shëndetësore. Kirurgët plastik në momentin që bëjnë liftin pra operacionet plastik, po i shikojnë shumë më shumë këto problematika dhe kanë shumë të vështirë për të sjell një lifting sikurse ata e dëshirojnë në pacientë të cilët kanë performuar fillera të ndërhyrje të ndryshëm. tilla. Pra asgjë nuk asimilohet. Absolutisht jo. Qëndron Pavarësisht se ai reklamohet që është një përbërës natyral që gjendet në trupin ton, fillerat acidi hyaluronik, jo, nuk asimilohet. Evidenca ekziston tashmë, artikujt shkencor janë që tregojnë praninë e fillerave në koha gjatë dhe të shpërndar. Në fund fare si ti zgjedhim produktet, nuk e di nëse ne i kaluam të gjitha ato piketat që kishin, po produktet e ekspozimit ndaj diellit për tu mbrojtur nga dielli, me që jemi edhe në këtë kulmin e Mbrojtja ndaj diellit është një fakt që melanomat janë duke ushtuar në zona të ndryshme, në popullata me pozicion gjeografik të ndryshëm. Dhe ndër vendet që kanë incidencën më të lartë të melanomave është Australia. Dhe kjo shpjegohet jo vetëm me pozicionin gjeografik, por edhe me popullsinë e cila nuk është autoktone, pra nuk ka të pigmentin e lëkurës e cila nuk është autoktone e zonës. Ndaj janë krijuar edhe filtrat e mbrojtjes ndaj diellit, të cilët i ndajnë në filtra fizik dhe në filtra kimik. Mbrojtësit fizik janë ato të cilët nuk lejojnë depërtimin e rrezeve të diellit. Filtrat fizik flasin për formulime të cilët përmbajnë përbërës që nuk janë përbërës kimik, por janë okside, siç është oksidi i zinkut dhe oksidi i titaniumit. Oksidi i zinkut është filtri më i sigurt fizik, është në formulimet edhe të kremrave të bebeve, për panolinat apo për pjesën e pampersit. Është një shtresë fizike që vendoset midis lëkurës dhe pjesës jashtë. Pra asgjë nuk depërton, por nuk lejon depërtimin asgjë nuk depërton nga produkti, por nuk lejon depërtimin e rrezeve të diellit. Ndërsa filtrat kimik janë komponime kimike aq shumë të diskutueshme disa prej tyre, me prova dhe evidenca shkencore ku në disa vende janë ndaluar, për shembull nëse marrim rastin e Hawait, disa filtra kimik janë të ndaluar me ligj sepse dëmtojnë koralet, të cilat janë duke vdekur apo duke, domethënë me ato ngjyrat e bukura janë duke u çngjyrosur krejt, që është vdekja e tyre. Dhe janë të ndaluara përdorimi i filtrave të tillë. Pra evidenca shkencore është aty që janë çrregullues hormonal, janë potencial kancerogjen, dhe filtrat kimik, atëherë nxehtësinë që vjen nëpërmjet diellit, e shpërbojnë dhe nuk lejojnë depërtimin e saj. Për fëmijët absolutisht unë do rekomandoja, dhe ajo që është zgjedhja ime personale në familjen time, janë filtrat fizik, të sigurt, dhe pikërisht me përbërësin oksid zinku. Por nga ana tjetër ka dhe filtra kimik të gjeneratës së fundit, të cilët nuk janë të dëmshëm dhe efekti mbrojtës është shumë i mirë. Gabimet që bëhen me kremrat e diellit është jo vetëm koha e ekspozimit. Unë gjithmonë e them, dielli nuk është armiku. Por mënyra se si ne vendosim të mbrohemi është ajo që e bën diferencën. Jeta është me shumë aktivitete gjatë ditës dhe ne nuk mund t'i rrotullojmë çdo gjë rreth rrotullimit të diellit. Pra kemi kohë që duhet jemi të ekspozuar, qoftë në rrugë apo me aktivitete sportive me fëmijët, ndaj mbrojtja është ajo që e bën diferencën. Por nëse jemi në plazh dhe themi okay, po qëndrojmë me orë të gjata, ky është gabimi. Dhe filtrat, qoftë kimik dhe fizik, duhen riaplikuar nëse kemi djersitje, nëse futemi në ujë. Pra duhen riaplikuar për ta mbajtur efektin dhe për të mos ta humbur gjatë kohës. Po. Pra te etiketat, nëse ne marrim një krem mbrojtës, po themi të diellit, kundër diellit, po. Nëse dalim për herë të parë në plazh, po themi edhe në ditë të tjera, pasi kemi bërë, çfarë duhet të lexojmë te etiketat? Ne duhet të zgjedhim kryesisht për fëmijët një filtr fizik që përmban oksid zinku. Dhe
Për ne të rriturit ndoshta është një efekt sepse ai krijon një stres të bardhë, është një efekt i padëshirueshëm. Po. Absolutisht, aq më tepër në përditshmërinë tonë që unë e këshilloj përdorimin e filtrave mbrojtës, por nga ana tjetër, duke përdorur Kongol Approved dhe aplikacionin Kongol, ne kemi alternativa të sigurta të filtrave kimik të gjeneratës së fundit, të cilët kanë evidencë shkencore mjaftueshme për të qenë të sigurt. E gjithë kjo bisedë i shërben një gjatësisë son, dhe të jetuarit shëndetshëm, dhe shpresoj shumë që disa mesazhe, patjetër audienca mund të ketë pyetje të tjera, po ka kaq shumë për të folur. Nëse do të kenë pyetje të tjera, ne sërish do ta përsërisim një bisedë të dytë për këto periudhë që do të jesh në Shqipëri. Endela, të falenderoj shumë që na sqarove me precizion. Nuk e di, po të kisha pasur mësuese kimie, nuk e di, kur klasë e parë mbase kimin do ta kisha dashur më shumë se që kam dashur, me thënë të drejtën. Okej, po më bën të lumtur. Por vërtet të falenderoj që ndave komplet përvojën, e juroj shumë mbarësi dhe me startupin tuaj. Faleminderit. Është gjë shumë e mirë, sepse shkon për krah misioni që ju keni me misionin ton si media, orientimin e publikut. Informimin, mirë informimin, dhe siç e thatë dhe ju, pastaj është publiku që vendos, por ama e di. Ne duam që ata të jenë të bëjnë zgjedhje të informuara. Ky vendim dhe ky vendim tjetër, ashtu siç folëm, pikërisht regrets në vazhdim që pse e bëra këtë zgjedhje të gabuar, sepse nuk ishte informacioni aty. Nuk mu dha informacioni etj. Nuk e di nëse të ngeli ndonjë merak, ndonjë gjë tjetër për të shtuar. Tani që po e mendoj dhe nga eksperienca nga diskutimi që pata në një sallon bukurie, janë vetullat tatu ose ky trendi që po bëhet. Jam bërë shiko të gjitha vajzat njësoj Endela. Nuk do me thënë ti shikon vetullat dhe thua, ku i kam parë këto vetulla? Po, dhe trendi i vetullave ka ndryshuar aq shumë në kohë dhe kam parasysh vajzat të cilat të showbizit që të cilat e kanë ndjekur aq shumë si trend, dikur mbaja mend vetullën shigjet, tani jemi në një vetull tjetër. Dhe në bisedën që po dëgjoja, sepse isha e pranishme, ishte që kur shkarkon duket më bukur. Pra kur e lëshon pak bojën, edhe doja të dija, a e kupton ajo këtë fjalën shkarkon, mendon që avullon, shkon diku, kjo bojë e cila përmban metalet rënda. Mendon se shkon diku apo ikën? Jo, ajo përthithet, venitet, por përthithet nga organizmi jon. Ashtu si dhe boja jone flok, Dhe apo jo, apo nuk është e njëjta gjë. Se harruan të flisin pak për bojën e flokëve, me thënë drejtën. Ka shumë për të folur edhe në këtë gjë, por nga ana tjetër, vajzat janë të bukura. Janë absolutisht të bukura, por ndjekja e trendeve për të qenë në këtë konkurrencë është diçka që nuk e kam kuptuar qoftë në adoleshencën time, por edhe sot. Duhet kuptojmë që konkurenca eliminohet duke qenë vetvetja dhe duke qenë autentike. Askush nuk mund ta konkurrojë këtë gjë. Kështu që nëse do i mëshoni më shumë asaj çfarë jemi natyrales, do ta standardizojmë dhe do ta bëjmë atë standardin e ri të bukurisë. Sepse është aq relative bukuria. Të falenderoj shumë, ta mbyllim me këtë super mesazh që dhe. Faleminderit shumë Endela dhe shpresoj të ta përsërisim sërish. Faleminderit.